Edhe pse gropat në rrugë janë të hapura prej një jave, në unazën perëndimore institucionet përgjegjëse kanë zgjedhur të heshtin dhe nuk është marrë asnjë mas për riparimin e tyre, as për vendosjen e tabelave që paralajmërojnë rrezikun. Situata bëhet akoma më e rrezikshme gjatë natës për shkak të mungesës së ndriçimit, duke u kthyer në një burim aksidentesh. Banorët shprehen se ndihen të pasigurt gjatë lëvizjes në këtë aks rrugor dhe tregojnë se kanë pësuar dëmtime edhe në automjetet e tyre për shkak të gropave. Janë shumë zona që kjo ka me rreziqe. Natën, ditën po si po, mjetet janë në vazhdim dhe mund s'poshtu me makinë, shka ne bjen tjetërit. Pra krejon probleme. Kjo është që kanë fillu këta punimet e kësaj që janë ta linjet që janë të ishtru. Ta më thuj bales, apo me thuj bales, apo bani 100.000 lek. A më kupton që thamë. Kështu që të janë probleme. Kja rrugë ka shumë probleme, se edhe posetat që i kanë bënë midis rrugës. Qysh prej viteve. Në tonë Shkodrën vjen ujë sjellësi, qilë kanale, e nuk i myllë ma, jashtu, runa, mos me hi. E janë të rrezikshme? Të rrezikshme janë, ma se brop, vjen makina, ti jenë biciklet, 3 rrota biciklet në atë grop, mosh jam, do të rëzohet, bjyë sopë. Pra nej, nuk ka hera parë. Tonë Shkodrën ba me shku mju sjellë, tonë Shkodrës, tonë gropa prej ujë sjellësit. Hyp del ujë, vjene vupja fut kove, në regullon problemin e vetë, edhe një ashtu. Unë e di si a regulli e prishi, mi regullu, se nuk lehet asfalti ashtu si dojnë ata. Megjithëse unaza perëndimore është një aks i frekuentuar nga shumë mjete, duke shërbyer si rrugë alternative për të shmangur trafikun në qendër të Shkodrës, ajo vjen të jetë jashtë vëmendjes së Bashkisë Shkodër dhe autoriteteve përgjegjëse për mirëmbajtjen e saj.